Në Shangaj, ku niset treni I shpejt midis Shangajit dhe Pekinit, është një tren që ecën deri në 350 km/h, nuk është më I shpejti. Më I shpejti shkon 431 dhe lidh Shangajin, pra aeroportin me qytetin, por ky është një nga 3 trenat më të shpejt në botë. Shkon 350 km/h, një distancë prej rreth 1320 km, e bën për 4 orë e 20 minuta. Ka të gjitha format e udhëtimit, që nga klasi 2, firsti dhe biznesi. Është ky tren që po shihni këtu, është inauguruar në vitin 2011 mas 3 vitesh pushime dhe ishte modeli se si do të ndryshojnë hekurudhat kineze. Ky është stacioni I trenit I Shangajit, një nga stacionet e trenit të Shangajit dhe është mënyra më e mirë e transportit. Për rreth 4 orë ti mund t'jesh nga Shangaj në Pekin, ndërkohë që mjafton t'jesh 15 minuta para në stacionin e trenit, nuk ka kontrollet që ka aeroporti, nuk ka vonesat e tjera. Kjo linjë konsiderohet një nga linjat më revolucionare në të gjithë botën, edhe pse sot Pekini lidhet me një sër qytetesh me linja diçka edhe më të shpejta. Por kjo është linja e parë ndërqytetase e kësaj shpejtësie dhe e këtij modeli, nga stacioni I trenit I Shangajit.